Sot jemi në vizitë tek qendra e shëndetit publik të Shkupit, ku do të informohemi rreth vaksinimit për të gjithë muslimanët, të gjithë besimtarët musliman, të cilët do ta vizitojnë vendin e shenjtë të çdo muslimani dhe do të kryejnë obligimet e tyre fetare. Sot së bashku me ne kemi edhe drejtorin e këtij institucioni, i cili do të na përgjigjesh për të gjitha informacionet rreth përgatitjeve të gjithë pacientëve që do të vaksinohen. Zotri Muhamet Demiri, ju faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë. Faleminderit edhe ju që erdhët, jeni gjithmonë mirëseardhur, po. Fillimisht ne duhem ta dimë se kur ka filluar vaksinimi këtë vit për pacientët që do të vazhdojnë në rrugtimet e tyre për në haxh. Po, vaksinimi filloi të hënën 12 maj dhe do të vazhdojë deri të premten. Domethënë brenda gjithë javës është organizuar edhe këtu departamenti epidemiologjisë për kryen e vaksinimit. Atëherë sa është i rëndësishëm ky vaksinim për të gjithë ata që do ta vizitojnë këtë vend të shenjtë? Po, ky vaksinim është i detyrueshëm nga ana e autoriteteve të Saudisë Arabike për bakterien e meningokokut. Domethënë ne kryjm vaksinimin mbasi është i detyrueshëm në autoritetet atje, po. Në sa vende të Maqedonisë kryhet vaksinimi dhe deri më tani a keni ndonjë numër të saktë se sa persona janë vaksinuar? Po, ne kemi marrë një listë nga BFI-ja, Bashkia Fetare Islame, ku janë, si vjet duhet jenë mbi 2500 haxhilerë që shkojnë në haxh. Qendra jonë këtu në Shkup do kryejë vaksinimin e 535. Ndoshta edhe pak më shumë, aq është lista të cilën na kanë dërguar, po. Në cilat vende të tjera të Maqedonisë kryhet ky vaksinim apo vetëm në Shkup? Jo, në 10 qendrat e shëndetit publik në gjithë Maqedoninë kryhet ky vaksinimi. Pra 2500 janë gjithë Maqedoninë, në çdo qendër kryhet. Na tregoni pak a shumë edhe pse shërben ky vaksinim për të dimë pak më shumë edhe për pacientët, po ashtu a ka edhe efekte anësore? Kjo vaksin nuk ka efekte anësore, ndoshta vetëm skuqje të lehta gjatë vaksinimit, po efekte anësore deri tash nuk ka pas dhe nuk kemi pas raste. Dallon mosha apo ndonjë sëmundje tjetër e cila mund të ndalon vaksinimin e këtij lloji? Jo, nuk ka as moshë, as ndalesë për këtë lloj vaksine, po. Si mendoni zotri Muhamet, sa janë të informuar qytetarët për këtë vaksinim, sa janë po ashtu të ndërgjegjshëm që duhet pranuar kjo vakcinë? A ka edhe nga ata pacientë të cilët ndoshta edhe duan ta neglizhojnë këtë pjesë të udhëtimit të tyre? Kjo vaksinim është për të mirën e haxhilerëve, se bakteria e meningokokut mund shkaktojë edhe invaliditet, edhe domethënë fatalitet në trurin e haxhilerëve ose njerëzve që nuk e marrin ato. Prandaj edhe është detyrueshëm nga autoritetet atje. Si mendoni, janë të ndërgjegjshëm qytetarët që udhëtojnë, pra e kërkojnë vetëm apo presin që edhe ju t'i kontaktoni dhe për ta pranuar këtë vaksinë? Jo, kjo organizohet siç thash nga Bashkia Fetare Islame, mbasi është e detyrueshme, mirë po edhe mjekët këtu te ne i informojnë gjatë vaksinimit, i informojnë edhe i udhëzojnë se çfarë efekti ka kjo vaksina. Domethënë ne e bëjmë edhe shërbimin e informimit gjatë vaksinimit, po. Dhe për fund, cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë ata qytetarë që do ta vizitojnë këtë vend të shenjtë dhe që në fakt do të kryejnë edhe obligimet e tyre fetare, mirë po edhe rëndësinë e vaksinimit normalisht? Po, i dëshirojmë që të kalojnë një haxh të pranueshëm, të mirë dhe të kthehen të shëndetshëm në vendin tonë, pra. Ju faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju. Të dashur shikues, shpresoj që edhe këto informacione që nda me ju me drejtorin e qendrës për shëndet publik të Shkupit, ju kanë kryer në fakt, ju jam përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja. Është shumë e rëndësishme që të vaksinoheni para udhëtimit tuaj të shenjtë për në vendin e shenjtë të çdo besimtari musliman dhe siç e tha edhe drejtori, do ta përcjell edhe unë këtë mesazh që shpresoj që të shkoni me shëndet dhe të ktheheni me shëndet dhe të kryeni të gjitha obligimet tuaja. Ju faleminderit shumë që na ndoqët dhe shpresoj që këto informacione do t'i ndani dhe do të kaloni moment shumë të bukura.